të koalicionit për familjen, kush po e bën këtë? Po shiqoni, unë thash edhe njerë po du me i çfarë do lloj personalizimi të kësaj çështje, nuk jemi të interesuar me kriju animozitete edhe çfarë do lloj armiqësie politike në këtë bazë. Unë thash, projekti u cënu për shkak se njëri prej nënshkruesve të marrëveshjes u tërheq prej asaj marrëveshje dhe problemi, kjo reagim që e kena bo, si ju e keni pa, na nuk e kena bo këtë reagim në momentin e parë, kur ka dalë zoti Ramani me deklarat që 20.000 vota janë amanet edhe do t'jenë të përkushtum për rujtjen e atyre votave. S'kemi dalë me njëherë, sepse nuk kemi dash me pas këfar... Reagimin e kemi pas në raport me zotin Ramani. Reagimi ka qenë në momentin kur është paraqit koalicione ose bashkimi i veprimit politik me një subjekt tjetër politik dhe aty janë thirrë në 20.000 votat e partisë dhe ka qenë një reagim përmes sqaru që ky koalicion ma nuk ekziston dhe thirrja në te është e palejushme, kemi thonë aty. Jo, ju jeni të e thonë zbuti, ju keni këto akuzat ronda, sun se pas në po këtë reagim ndjes. Hajde, çka është e rondë këtu që për manipulim ndaj qytetarëve, pra kushdo që e përvetëson këtë emërtim është manipulim ndaj qytetarëve. Tentim rregull. A të shkojmë pra te pjesa tjetër? Shqoni, kjo është deklarat e 3 subjekteve, apo shini, nuk ka vetëm partia. Rezultati i koalicionit për familje është 100% kapital kolektiv dhe përpjekja për ta shitur si pron personale është devijim i rënd politik dhe etik. Do me thonë tash e quni devijim. Pasi me e zbut termin manipulim, termi devijim besoj që për një nuancë e te i kalon manipulimin. Sa ma shumë e lexon këtë komunikat, nuk zgjedhen termat për ata që si pas jush, po tentojnë me përvetësu... Ata kam pas më shumë të vota dhe në fundit. Shishoni... Jo, ata... Zotë e mandë Rahmani... Vetëm të esencat bazomi, esenca reagimit është se po e përvetëson të listën për familja, si terminologi. Shpreja devim është me sa manipulim. Shpreja devim është me e buta, po jo, se sa manipulim. Manipulatori është shumë i poshtër. Po varët se si e kuptojmë... Po devim është pak e zbutshme, kështu po... Edhe devijusi, se ka dhe fenomenet... Edhe pse... Unë deni me thonë që... Edhe devim, edhe manipulim... Ali Hoxha Ozali... Reagimi... Jo, manipulim është shumë e rëndë. Dakor, po... Reagimi ka pas të bëjë vetëm me paraqitjen publike të zoti Ramanit si lista për familje në kuadër të listës së PDK-s. Na kemi thonë, nuk ka më listë për familje. Sepse lista për familje kanë qenë 4 subjekte, ajo nuk ekziston edhe thirrja në te, vetëm nga një antar i koalicionit nuk është e drejtë. Atë shkojmë edhe të një term tjetër i rëndë, ne 3 partnerë që mbetëm të përkushtuar ndaj marrëveshjes dhe vizionit fillestar, nuk do të lejojmë që puna, kontributi dhe vota qytetarëve të deformohen nga interpretimet individuale që nuk kanë kurfar baze politike apo morale. Okej. Apo rritët doza, Albina? Shoni, kjo është qëndrim mirë, po unë pajtona me të fjallë këto për arsye se me të vërtet është qëndrimet politike i ka bëjë njëti individ që ka qenë bashkëruktar i juaj. Shoni, nuk po folim për qëndrime politike. Qëndrime politike mund të pas gjithkosh. Edhe kolegu që kemi qenë bashkë... Dakor, po ato qëndrime ka bërë politike njeriu që i referoj. Qëndrime publike. Po. Kanë qenë qëndrime publike të ti, të deklarume, ku a i ka thonë amaneti 20.000 votave është amanet që duhet më rujt. A kanë marrë më shumë të vota dhe kanë marrë, edhe Emani edhe Visar Korelica. Me marrëveshje, unë kum hjek dorë prej barësit listës. Me marrëveshje. Pra, do zotir Emani ka qenë barësit listës. Unë kum qenë i 5-ti. Unë e kum qitë vetën 5-ti. Nuk ka qenë numri i votave me rëndësia. Po kjo qështje barësit. Kështë e mbeqirë mirë me bo edhe një qështje këto. Zotni Fatmir Smajlaj është për situatën e koalicionit për familje themeli, apo jo. Mbi gjitha, edhe i ka hjek dorë nga diçka. Mos e nxirrni vetën që jo duke qenë kryetarin subjekti politik është problematika thelbësore, ose ajo kompromisi që e keni bo. Tentusi për të kriju një trup politik të mirëqënët mirëfelt, në rastin e Klatan nuk ka qenë as zotni Eman Rahmani, që une pajtohem plotni me komplet tekstin, për arsye se është, ju keni bot devijim, unë po thëmë manipulim me një fakt,
Pra duke e ditë që gjithë Kosova e dinë se kemi të bëjmë me 4 subjekte politike, s'di që të themet, 4 subjekte në të drejtën aktuale ligjore të Republikës së Kosovës, që kanë marrë pjesë, unë pajtona me këtë çështje. Mirë po, hjekje dorë, këto konsideroj që mas shumë t'i ka mund të ketë zotni Smajlaj, apo jo? Shishoni, Kam 3 minuta, zotni. nëse e shihni nga një kant, plotësisht keni drejt. Për çfarë arsye? Zotri Smajla ka qenë kryetar i grupit të intelektualëve dhe ekspertëve, të cilët kanë punuar më shumë se 2 vite në themelimin e një subjekti të ri politik konservator. 1. E dyta, zotri Smajla i ka pas një grup të intelektualëve që kanë jap kontribut të jashtëzakonshëm në fushat. Zotri Ramani dhe Koronisa kanë qenë 2 deputet, të cilët kanë ardhur në koalicionin për familje, kanë jap kontribut të rëndësishëm në suksesin e këtij koalicioni, aq sa ka. Por sekredoja e tyre ka qenë vetëm duke qenë deputet, po jo më shumë, apo jo? Aq. Prandaj keni plotësisht drejt kur thuni aty. Unë po foli për vota se mase jam këtu tash, po bëhet krahasim me 12.000, 8.000 andaj këndej, do thotë këto kanë qenë marrëveshjet tona të brendshme. Zotri Smajla ka marrë, Fatmiri ka marrë vendim me u tërheq mos me qenë i parë i Barsilistës. Madje na e kem pas edhe një insistim të zotri Pacolli mos me qenë Barsilistës, për hir të marrëveshjes që e kemi pas. Dhe zotri Pacolli ka pas mirëkuptim të plot aty, s'ka qenë lehtë për to, në shumë aspekte, sa e ka meritu me qenë Barsilistës, se ka qenë më i vjetri edhe koalicioni ka qenë OKR-PD, koalicioni për familje. OKR-PD, koalicioni për familje. Por zotri Pacolli ka mirë kuptu edhe në atë qëllimin ton të mirë që zotri Ramani me udhëheq procesin, ai e ka mirë kuptu edhe s'kem pas të lashe të tilla. Dhe në fund, këto kresh ka ndodhin masi që... E fundit, gjithë se... Vetëm është e fundit, unë motis pas në lezu reagim atash për ndaj një ish partnerit koalicionit, përmendën termet që tash përpajtona me ty, Albinat, që kjo fjalla manipulim është ma e ronda, po edhe mashtrim që ka në reagim. Është fjalla manipulim, mashtrim, devijim, nuk kanë bazë politike dhe morale, mashtrohen nga narrativat të fabrikuara, interesat ngushta personale. Do thot një politikani që ki udhëtu bashkë ma shumë dhe s'mundësh me i thonë. Unë mendoj fjalla ime sonte, që e qartësoj. Edhe jarë po thëmë, çdo përpjekje me personalizu këtë problem matutje, është e kotë, gabime bën gjithkosh. Gabime këmë bo edhe vetë në rrugtimin tim politik, edhe këtu mujnë me ndodhë gabime, në çdo nivel. Edhe ai ka bo gabim me atë paraqitje publike, po për një gabim se bën një në anë, tjetër anë, nuk do me thonë që këputën urët e bashkëpunimit. Unë ju kisha lutë që ma shumë ta promovoni vërtetën për reformën e sistemit shëndetësor. Kur do që t'jeni herën ashme, për flasim shumë për shëndetësime. I partëse të qeverisë e cila do të realizon këtë reformë me ndimen e Partisë Drejtësisë. Unë ju kisha lutë këte me thonë, që ose ka kundër argumente për këtë dikush, do një subjekt politik, e dalë në debat, me thonë, jo që unë kom zgjidhje tjetër, ma të mirë, ju lutëm, më thërni në çdo kohë, por është momenti i fundit që kjo me ndodhë. Qose nuk ndodhë edhe në këto zgjedhje, qose reforma sistemit shëndetësor me qeverinë në ardhje, nuk ndodhë, qose vazhdon kjo situatë, më besoni pasoja katastrofale për shëndetin e qytetarëve, për mirëqenien e profesionistëve, për largimin e trunit profesional nga Kosova.